Jemi rikthyer me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi I Flamurtarit, ku është gjithçka gati për të startuar me fraksionin e dytë të lojës. Pjesa e parë, pa gola, 0-0 për të dyja skuadrat. Nuk kanë munguar rastet, por kanë munguar golat, ndërkohë që trajneri Diego Longo duket se do ta nisë me një zëvendësim. Jonathan bëhet gati, numri 28, për t'u inkuadruar. Do të shohim se kush ka mbetur në dhomat e zhveshjes. Me gjas Bylyk Bashi ndoshta, në mos gaboj. Do të ketë dy zëvendësime, del Bylyk Bashi dhe inkuadrohet Beqa. O thërrit që në fundin e pjesës së parë dhe Silue për Jonathan. Me njerë dy ndryshime në këtë fraksion loje nga Diego Longo, kërkon të ndryshoj në manovrën sulmuese mbi të gjitha. Qacho fiton këtë faul, shkaktuar nga Fabian Beqa, I sapo futur në fush. Me sa duket skema nuk ndryshon tek skuadra e Flamurtarit. Mbetet sërish 3-2-4-1. Kledi Kuka në port, Qari, Ramadani e Vitia, treshja e mbrojtjes. Përpara tyre Beqa, Flores, Dos Santos e Indio Oliveira. Më falni, Juri e Dos Santos janë përpara mbrojtjes, më pas Beqa, Flores, Indio Oliveira e Jonathan janë katërshja që mbështesin Andi Ribajn në vijën e parë të sulmit. Në krahun tjetër është Clement Boje në port, Kasmollari, Hida Shaqe, Qacho, katërshja e mbrojtjes, Feza e Delio përpara tyre, Ismailaj, Dushkaj e Laval Adetola në mbështetje të Ariel Dobrës. 4-2-3-1, skema e përzgjedhur nga Claudian Arbri. Krostim drejt zonës, largohet mjaft mirë Andi Ribaj. Beqa me topin nëpër këmbë, do të provojë të nisë të kundër sulm skuadrën vlonjate. Edhe një herë Beqa, tentativa e dytë gjen Erik Flores që e ul për Ribajn. Ky e çon tek Jonathan, por ka faul në dëm të Erik Flores. E luan shpejt Juri, Dos Santos, Vitia. Ky është momenti. Erik Flores e mban mirë topin, rrotullohet Flores. Luftara ka fituar këtë faul. I insiston braziliani I Flamurtarit, duke fituar këtë goditje dënimin në një pozicion shumë të volitshëm. Shkojnë gjithë shtatë të drejt zonës, megjithatë Flores ka një të djathtë potente. Ishte Feza ai që I ka shkaktuar faulin. Ne provoi edhe në limitet e fraksionit të parë të lojës Erik Flores me atë goditje nga distanca direkt në kuadratin e Tomorit. Boje vendos murin. Adetola e Ismailaj, dyshja në mur. Niset Erik Flores, kroson drejt zonës, largohet ai top dhe është Tomori që ka këtë mundësi kundër sulmi, por Fabian Beqa mbyll mjaft mirë dhe fiton këtë rivën jansore. Ishte Ariel Dobra që nuk e lejoi të avanconte më tej mbrojtësin e Flamurtarit. Ramadani, Vitia, në top për Dos Santos, por nuk shkon as tek Oliveira. Ky I fundit me topin e këmbë. Beqa me të djathtë, ka shqetësimin e Kasmollarit. Beqa provon të avancojë, vjen krosimi drejt zonës. Largohet ai top me kokë mjaft mirë nga mbrojtësit e Tomorit që provojnë të nisen, megjithatë edhe një herë Vitia I që ka ndërprer vrullin e Beratasve. Flamurtari me Dos Santos.
Jonathan mjaft mirë, provon të futet në zonë, por i ndërhyn Kledis Hida. Madje fiton edhe këtë rivënje me duar. Ka qenë topi i prekur për të fundit nga lojtarët e Flamurtarit. Kasmollari me topin në duar. Çon përpara Ismailaj me kokë. Dobra nuk gjen Adetolën. Lëviz mjaft mirë Indio Olivera, por përpara ti Fejzaj rrotullohet me finta i topi Dushkajt. Adetola nga e majta është i shpejt, por Qari i merr kohën dhe topin e kthen pas te Kukaj që shkelmon përpara Jonathan. Dos Santos ndron loj Qari në të djathtë. Provon të avancoj me top mbrojtësi i Flamurtarit, por ka me njerë fanellat bardha përpara. Erik Flores rrotullohet mirë, por e tepron me mbajtjen e topit, i humb shpejtësinë e aksionit. Qari edhe një herë tjetër. Beqa, pasime të shumta nga Flamurtari. Ramadani kombinon me Dos Santos, Juri, Beqa. Edhe një Ramadani e Dos Santos. Një top i gjatë në kërkim të Jonathan, shumë i fortë ai top drejt në duart e Boje, i cili fiton edhe sekondat nevojshme përpara se ta zotroja të top. Shkelmimi fort i Boje në zonën e Dushkajt. Mjaft mirë Dushkaj nga e djathta. Rrotullohet për të ndihmën e Kasmollarit. Edhe një herë tjetër Tomori në kërkim. Pritet pasime në qendër, ka faul. Dobra lëvizi mjaft mirë dhe fitoi këtë goditje dënimi. Një mundësi edhe për Tomorin me shtatlartët e saj për të rrezikuar. Ndërsa në skuadrën e Flamurtarit duket se bëhen gati dhe dy lëvizje të tjera. Shkalla e Liçaj. Pritet korsimi drejt zonës, vjen i fort në qendër të zonës, largon mjaft mirë me kokë Ramadani. Edhe një herë tjetër, topi mbetet aty, Adetola nuk godet dot. Çfarë mundësie për Tomori, niset Flamurtari me Indio Oliveran. Pasimi gabuar për Andi Ribajn. Juri mjaft mirë, provon ai tani më ta nis Flamurtarin përpara. Qari vonohet shumë, mbrojtësi i Flamurtarit. Beqa e çon tek Juri në të djathtë. Ka vetëm rivënje me duar. Ervis Qacho nuk e lejoj të avancon të më tepër. Rivënje gjatë me duar, largohet topi nga zona e Tomorit. Dobra me kokë mjaft mirë, Vala Adetola nuk e merr siç duhet edhe top. Marr një goditje, por nuk ka faull, thot kryesori. Rivënje me duar i takon Tomorit dhe do të ketë një zëvendësim të skuadra e Flamurtarit. Del Ermal Vitia në vend të tij Lejdi Liçaj. Qari topi dhënë përpara për Flores, por mjaft mirë largoi lojtarët e Tomorit. Dushkaj ka marrë një goditje nga Erik Flores, faul për Tomorin. Ky është momenti. Ma non può succedere una cosa così. Ma tutti i palloni. Ma guarda cosa stai facendo. Guarda adesso.
Plan të parë, trajneri i skuadrës së Tomorit, duke t'i qetë skuadra e tij përgjigjet mjaft mirë. Tensioni sigurisht është tek skuadra e flamurtarit, mjaft mirë. Ramadani provon të bëjë përpara. Ai top për Ribaj në më fort se ç'duhet. Në zonën e hidës që e largon rrezikun. Edhe një herë fiton topin shpejt flamurtari. Juri në të djathtë tek Liçaj, mjaft mirë Ledi Liçaj. I shpëton edhe mbulimet të Ade Tolës dhe fiton këtë goditje dënimi. Dos Santos tek topi. Vjen krosimi i ullët, largohet topi nga lojtarët e Tomorit, provon Ismailaj, por është sërish Dos Santos me topin e zotërim. Ka gabuar Dos Santos pasi rivënia ansore i takon Tomorit. Tani më do të ndryshoj duar rivënia ansore. Topi gjatë në të majt. Erik Flores. Juri. Edhe njerë Flores. Vonohet shumë, braziliani nuk ka hapësira, e kthen pas tek Ramadani. Ndron loj Liçaj në të djathtë. Vjen krosimi, por Ade Tola e blokon. Edhe njerë tjetër Liçaj, një top drejt zonës. Largohet me koka i top. Juri provon goditja, shkon mbi traun e portës. Më në fund një finalizim nga lojtarët e flamurtarit që janë insistues, por jo të rrezikshëm në portën e Tomorit. E 57 minutë kur vjen kjo goditje. Kalibroi të majtën, por potencë pati, saktësio, nuk gjeti kuadratin. Shkelmen fort Clement Boje, një top në zonën e Dobrës. Gjithatë mjaft mirë Liçaj, Ade Tola është aty, përfiton Juri me sa saktësia rëmbena të top. Edhe njerë tjetër Juri, Beqa, kombinojnë mes tyre. Indio Olivera nuk del nga ajo zonë, Dushkaj mjaft mirë, fiton topin. Deliu e çon në zonën e Kasmollarit. Provon të avancoj Tomorit tani më. Edhe një herë mbrojtësi djathtë, kroson drejt zonës me kokë Dobra, shkon jashtë ai top. Një mundësi edhe për Beratasit e mirë. Indio Olivera. Juri provon të shtoj presingu tani më skuadra e flamurtarit. Juri. Erik Flores lëviz mirë, por i ndërhyn në momentin e parë. Indio Olivera provon Dos Santos nga e majta. Edhe njerë Indio Olivera një top drejt zonës, pastrohet rreziku, niset Ade Tola. Mjaft mirë Ade Tola, ka një mundësi. Ade Tola e Dobra. Ade Tola futet në zonë, Ade Tola godet pret portieri, Klajdi Kuka, çfarë ka humbur Laval. Ade Tola e 58 minutë. Shansi më i mirë i këtij takimi për të ndryshuar rezultatin. Sa hapësirë pati, sa mundësi për të goditur e gjithashtu për të pasuar për Dobrën, nuk e bëri. Tani më është flamurtari në këtë kundërshtues, Beqa e Liçaj. Kombinojnë mes tyre edhe një herë Beqa në të djathtë, lëviz mjaft mirë, Fabian Beqa futet drejt zonës, Beqa, një top i devijuar në këndore. E blokoi Fejzaj në momentin e fundit. Shohim çfarë mundësie shpërdoroi Laval. Ade Tola këtu pati shansin për të goditur, këtu edhe për të pasuar për Dobrën, nuk bëri asnjërin prej tyre dhe mjaft mirë. Klajdi Kuka e blokoi.
Presim e ekzekutimin e kësaj goditje nga këndi Erik Flores tek topi. Kroson drejt zonës, e devion Boje, e çon tek zona e Ribajt, del nga zona Ribaj, provon ta kthejë edhe një herë tjetër, por Tomori provon të dalë, dy herë Lauren Ismaila i pastron rrezikun, dobra mjaft mirë në duel me Fabian Beqan. Është më saktë mbrojtësi i skuadrës së Flamurtarit. Pastron rrezikun, por ka një lojtar të dëmtuar nga skuadra e Tomorit. E 60 minut, Flamurtari 0, Tomori 0. Ka pasur shkëndija mjaft të mira ky takim, sidomos në këtë pjesë të dytë me dy skuadrat më kërkuese që provojnë të ndryshojnë rezultatin. No, non è rispetto. Non è rispetto. Sì, da qua. Da qua. Lui tu e tala da. Tu vai di Klodian Arbri provon të sqaroj Ade Tolën, sigurisht për atë rast ishte një mundësi e ardhë shënimi. E mori mjaft mirë topin, avancoi drejt zonës, por nuk finalizoi Ismailaj, ai që ka mbetur i dëmtuar, ka marrë ndihmën mjekësore dhe tani më do duhet dalë jashtë vijave kufizuese. Rinis loja me këtë rivënie me duar nga Kasmollari. Edhe një herë shkelmon fort Kasmollari në zonën e Ade Tolës, por Liçaj sakt me kokë. Shfrytëzon shtat lartësinë e tij, Juri e merr mirë atë top. Por niset Flamurtari tani më. Ndryshon lojë Juri tek Dos Santos, qon tek Qari. Jonathan nga e majta heziton për të krosuar edhe një herë Qari. Kombinon me Juri në qendër. Ismaila i mjaft mirë kombinon me dobrën, por ky i fundit gabon, nuk e plotëson trekëndshin. Mjaft mirë Ramadani e ndërpret edhe një herë, niset Jonathan në hyrje të zonës, i përplaset topi, e humbet mundësinë për të rrezikuar. I freskët i shpejt, i sapo futur Jonathan në fraksionin e dytë, por të saktë në prapavijen e Tomorit. Mjaft mirë me kokë Ramadani, por e dërgon jashtë vijave kufizuese. Do të ketë rivënie me duar që i takon skuadrës mike. Paralelisht në Oversport keni mundësi të ndiqni edhe sfidën e vlefshme për kategorinë superiore, A Bisnet superiore. Kastrioti 1, Kuksi 0 momentalisht, ndërkohë që sa i përket kategorisë së parë, Lushnja 1, Dinamo 0. Besauriko 0-1, Turbina Skënderbeu 0-1, një top për Tomorin, mjaft mirë ai pasim, shkon më i fortë se ç'duhet. Mbetet sulmuese Ismaila i godet, bllokohet nga Ramadani, çfarë shansi për Tomorin, shpërdorojnë Beratasit edhe një herë tjetër. Janë të rrezikshëm me kundër sulmet e tyre, duke qenë se Flamurtari po shtyn shumë përpara. Beratasit provojnë me kundër sulme, mjaft mirë Ade Tola, është i shpejt, por Juri i ndërhyn dhe më pas Beqa ja merr atë top. Ade Tola ka fituar topin dhe një faul, mjaft mirë në këtë moment. Shtatlartët e Tomorit në zonë, ndërkohë që për të plotësuar Korabi Burreli 0-0. Apollonia 3, Beslidhja 0. Këto janë rezultatet aktuale. Vjen për shëllima Ismailaj, kroson drejt zonës, e bën në shtyllën e dytë ai top, por në duart e portierit të Flamurtarit, Klajdi Kuka. Me njerë provon të nisë Erik Flores, por
Luftara ky i fundit, shkakton faul me atë kërcim në dëm të numrit 23 Ervis Çaço. Rama. Be more calm, but play out of pressure. We keep and we lose too many balls. Ky është momenti kur mbeti i dëmtuar Ervis Çaço. Stay there. Ofa. 33 vjeçari, 1944 minuta deri përpara këtij takimi për të, autor i 2 golave. Gjithçka gati për të rifilluar loja. Boje shkelmon fort, e fitojnë topin shpejt lojtarët e Tomorit. Dobra, lëviz mirë Deliu, gjithashtu shkarkon tek Fejzaj. Ky gabon, topin përfiton Flores, por edhe ky i fundit gabon, gjithashtu një tjetër gabim kërkon ndjes Klevis Shaqe. Provoi të niste dobrën me shumë shpejtësi, por shumë ai fortë se çtuhet ai top. Kombinojnë mes tyre Kuka e Ramadani. Çarri në të majt, qëndron lart skuadra e Tomorit për të bërë pressing në çdo moment tek secili lojtar që ka topin. Juri mjaft mirë, pason për Dos Santos edhe një fite e Dos Santos. Erik Flores vonohet shumë, e kthen pas tek Ramadani. Do të ketë një lëvizje edhe në skuadrën e Tomorit. Bëhet gati Sergio Emini, numri 99, datëlindjes 2002, një top i fituar nga skuadra e Tomorit tani më. Kërkohet Detola nga e majta, por i gabuar, pasimi për të nuk e mbërrin dot. Shumë pasa i top dhe i pasat. Indio Oliveira. Juri. Erik Flores e çon tek Çarri në të majt. Ramadani provon të avancoj me top. Liçaj. Dos Santos. Erik Flores provon të edhe një top për Indio Oliveira, kuptohet mjaft mirë. Dos Santos edhe një herë. E fitojnë shpejt topin lojtarët e Tomorit, por presioni i flamurtarit i detyron ta humbasin. Edhe Liçaj gabon me atë pasim. Nuk gjenë njëri tjetrin, nxitohen shumë lojtarët e dy skuadrave. Niset edhe një herë Çarri. Provon Jonathan të dribloj. Pason me Çarrin. Kroson ky i fundit drejt zonës për Ribajn, por topi në duart e portierit Klajdi Kuka. Shkelmon fort portieri i Tomorit në zonën e Lejdi Liçaj, cili e dërgon tek Ismailaj, por Erik Flores përfiton. Ribaj e ul me kokë, ka shqetësimin e Hidës që e ndjek në mbulimin 1-1. Kuka kombinon me Liçajn. Nuk gjen hapësira. Liçaj e kthen tek portieri Kuka. Ndërkohë që Dobra shkon për të bërë pressing deri në fund. Dos Santos ka shqetësimin e Ismailajt, lëviz mirë Dos Santos. Edhe një herë Çarri. Dos Santos shkarkon tek Juri në qendër të mes fushës. E luan ai topin. Indio Oliveira. Ribaj kthehet shumë pas për të marrë topin, edhe një herë Indio Oliveira ndron lojë tek Jonathan në të majt. Ka shqetësimin e Kasmollarit. Jonathan mbetet me topin në zotrim, por del jashtë vijave kufizuese, rivëni me duar për Tomorin dhe do të vijë momenti për Sergio Eminin. Sakrifikohet Ariel Dobra. Në fakt ka sakrifikuar shumë për të bërë pressing në çdo top të flamurtarit.
Ka qenë mjaft i lëvizshëm dhe shqetësues për prapëvijen e flamurtarit. 25 vjeçari ka marrë 375 minuta deri më tani dobra. Ndërkohë që presim të shohim Sergio Emini, autori një goli, 20 vjeçari, ka konsumuar 895 minuta deri në këtë takim. Indio Olivera e kthen për Jurin, ky rrotullohet. Nuk qenë hapësira lojtarët e skuadrës së flamurtarit. Kthehet pas topit tek Ramadani, Juri Dos Santos e çon të djathtë tek Beqa, ka avancuar shumë Beqa, atë që nuk e bënte Silue, lëviz mirë Beqa, por Lavalja rëmben. Liçaj përfiton të edhe një top drejt zonës, është i dobët, i let dhe tokazi, ty ku lojtarët e Tomorit thjesht e nxjerrin jashtë pas në rivën janësore, mos gaboj ishte Deliu. Do të ketë një zëvendësim tek flamurtari, 2 lojtarë bëhen gati, i pari që del është numri 13, Erik Flores, në vend të tij do të jetë Gabriel Carvalho, Pedro Augusto, me stuar trokitjesh Flores. Dhe i dyti që del është Indio Olivera, në vend të tij Igor da Silva. Liçaj kroson drejt zonës, largohet rreziku. Edhe një herë Dos Santos nuk e ul siç duhet, Ismaila i përfiton, por ndërpritet mjaft mirë nga Ramadani. Go direct, go direct. Ismailaj me kokë, por për askënd ai top shkon vetëm Ramadani. Juri provon të nis Fabian Beqan, shumë i fortë ai top, e mban Beqa në lojë në limitet e vijave kufizuese, mjaft mirë Beqa. Kroson drejt zonës, një top me kokë Ribaj, transversa, imon golin, Andi Ribaj, çfarë mundësie e 73 minutë, kombinimi dhe goditja perfekte sulmuesit i pa fat në këtë moment. Qojmë këtë goditje nga këndi, kroson Juri, në shtyllën e dytë ai top largohet në një moment, Jonathan provon të mbaj flamurtarin përpara, Çarri çon tek në të majtë, është i shpejt Igor da Silva, largohet edhe një rreziku. Mjaft mirë, ka një mundësi kundër sulmit tani më Emini, por Juri e ndërpret dhe Beqa, edhe një top drejt zonës së Tomorit. Ka luft në ajër, topi për Beratasit, shërbehet Emini, është i vetëm përpara. Do të pres pozicionimin e skuadrës, është i shpejt, mjaft mirë Sergio Emini, ka shqetësimin e Jurit dhe i fiton këtë goditje dënimi, mjaft mirë, është i freskët sulmuesi i skuadrës Beratas. Shohim edhe një herë çfarë goditje dhe pritja e Clement Boje pasi topi përplaset në transvers.
Pasat i shansit Adetolës pak minuta më parë në të 58-ën. Ky është rreziku më i madh në këtë ndeshje. Prosim drejt zonës me kokë, goditja shkon në rrjet. Çfarë goli! Kledis Hida. Atë që nuk e bëjnë sulmuesit e bën qendërmbrojtësi shtat lart. Kërcen saktësisht me kokë. Bravo! Në qendër të zonës e dërgon topin në cepin e portës ku nuk mund të bëj asgjë. Klajdi Kuka. Surprizon në momentin më të mirë të flamurtarit. Skuadra e Tomorit provon të nisin me njërë lojën lojtarët e flamurtarit, por në fakt nuk ka ardhur vërshëllima e arbitrit. Ka edhe një karton të verdh për Jurin, pikërisht për protesta ndaj arbitrit. Ky është goli dhe kjo është festa e Kledis Hidës. Vërshëllen arbitrit tani më nisë edhe njërë topin nga qendra e mesit fushës skuadra e flamurtarit. Ka një faul. Goli i tret për Kledis Hidën që i bashkohet Alinanit në këtë kuot golash. Gjithë skuadra e Tomorit pas linjës së topit në këtë moment thjesht në kërkim të ruajtjes rezultatit. Juri provon të kombinoj me Dos Santos, ky e kthen pas tek Ramadani, e bën të vrapojë këtë të fundit. Nuk dorëzohen lojtarët e skuadrës vlonjate. Dos Santos provon të gjejë një top për Ribajn, por është krejtësisht i gabuar. Thjesht rivënie fundore për Clement Boje. Topi gjatë e Mini e devion me kokë, por për askënd pasi Qarri është aty. Shkon e Mini për të bërë pressing tek portieri Kuka, edhe njerë Qarri. Ka energji Sergio Emini, provon të shqetësoj lojtarët e flamurtarit. Dos Santos dhe Juri kombinojnë mes tyre. Igor da Silva e kthen tek Dos Santos, ky e çon të majt tek Qarri. Ribaj, ku kthehet për të luajtur atë top. Juri. Të gjithë në gjysmë fushën e Tomorit me përjashtim të portierit të flamurtarit. Juri e Igor da Silva. Pedro Augusto. Është Jonathan, falni, e kthen edhe një herë pas tek Pedro Augusto. E ka bojnë topin Ramadani, provon të një top drejt zonës, goditja me kokë e Liçajt. Shtelet, mjaft mirë, qetëson gjithçka Clement Boje. Provoj të rrezikonte mbrojtësi i skuadrës së flamurtarit. Ramadani e devion për të quar të Kuka të top. Adetola fiton këtë goditje dënimi shkaktuar nga Ledi Liçaj.
Kros drejt zonës për Eminin, por ndërhym mjaft mirë Liçaj. Ismailaj, Juri tani më luan me Beqan. Top e fort për Andi Ribaj, ndërhyn mjaft mirë Klevis, Shaqe largon rrezikun, mund bëj shumë i rrezikshëm kapiteni i flamurtarit. Liçaj luan shpejt edhe top Beqa, pritet krosimi, e bën shtyllën e parë, largohet topi. Edhe një rivëni me duar Liçaj e Beqa. Levala Detola provon ta shqetësoj. Tani më rivënia ndryshon duart, është për Tomorin që do të provoj dal nga ajo zonë. Mervis Çaçon. Liçaj, Juri, Jonathan. Qari kroson drejt zonës, Qari e ul Ribaj, por për askënd është i vendosur mirë Arber Deliu që pastron zonën edhe njerë. Qari, krosime nga linja e dytë për lojtarët e flamurtarit, e kanë të pamundur të afrohen drejt zonës me kombinime. Pasi është shumë i ngjeshur, Tomori e vendosur mjaft mirë. Beqa e thënë edhe njerë pas tek Ramadani, driblon Eminin, pason horizontalisht tek Qari. Juri, Jonathan të majt, provon të avancoj, gabon është Pedro Augusto, gjithsesi Beqa ka këtë mundësi, e qonë të djathtë tek Liçaj, ky kroson drejt zonës, largohet rreziku, fillimisht Juri provon të majt skuadrën aty, devijohet ai top dhe Fejzaj pastron gjithçka. Nis edhe njerë nga fillimi me këtë rivënie anësore aksionet e flamurtarit. Ramadani e Igor da Silva kombinon me styre. Qari kroson drejt zonës, një top për Ribajn, por Klement Boje është i vëmendshëm, ka gjithçka në kontroll. 82 minuta lojë, flamurtari 0, Tomori 1, vendos ai goli shënuar nga mbrojtësi i Beratasve. Kledis Hida. I sakt me kokë që ndër mbrojtësi. Person Jonathan për Beqa, nuk e mbrin atë top. Liçaj vjen nga pas, Beqa brenda zonës. Edhe njerë Liçaj kroson shtyllën e dytë, largohet ai top nga Hida. Edhe njerë provojnë të largojnë, por mbetet aty flamurtari me Igor da Silvën. Provon gjej hapësira da Silva. Kombinon me Liçaj në të djathtë. Beqa rryhet zonës, por i ndërhyn Deliu. Edhe njerë sakt Beqa tek Liçaj, kroson drejt zonës, Ribaj e ul. Goditja e Jurit devijohet. Ai top shkonte drejt portës. Ka faul tani më të shkaktuar nga Arber Deliu. I pa kujdesshëm në atë goditje ndaj Andi Ribajt, ish kujdesur. I jep një mundësi skuadrës vlonjate të shohim me sa duket është Juri me topin në duar, po e vendos ai topin. I rrezikshëm me të majtën e tij, por pranë tij edhe Pedro Augusto. Të shohim se cila do të jetë skema dhe kush do të jetë ekzekutuesi. E 84 minutë kronometrohet. Ka një karton të verdh për protesta për Lauren Ismailajn. Pretendohet se nuk është matur mirë distanca nga lojtarët e Tomorit.
Juri e Pedro Augusto, e majta e numrit 20 apo e djathta e numrit 26. Nëse duket merr vrull Juri. Clement Boje ka vendosur murin përpara. Ka një skem, godet Juri, Tokazi, devi ora dhe top, largohet rreziku. Dhe ka faul në sulm, thot kryesori. Ka mbetur një dëmtuar një nga lojtarët e skuadrës së Tomorit. Ky është momenti pikërisht, ka marrë një goditje në kokë, me sa duket Ramadani në atë moment, por lojtari tjetër i Tomorit, shohim se cili është. Shpërdoron kështu një mundësi mjaft mirë skuadra e flamurtarit. Kjo është edhe tribuna qendrore e skuadrës vlonjate. Bëhet gati një tjetër lëvizje në skuadrën e Tomorit. Por do të kryet më parë kjo goditje dënimi për Beratasit, e më pas do të vijë edhe zëvendësimi. Me kokë e mini, por e çon në zonën ku është vetëm Ramadani. Sali Kumani bëhet gati numri 15 me sfushori qendror, por çojm Mixhas do të ketë detyra krejtësisht mbrojtëse. Lëviz mirë Jonathan, avancon, provon të futet drejt zonës, pason për Jurin, godet me të majtën Juri, shkon jashtë ai top, Tokazi. Ka një tjetër lojtar që kërkon zëvendësim në skuadrën e Tomorit. Pra, nëse në moment të parë mund të konsiderohet thjesht një veprim standard, janë avantazh, por Ismailaj është i dëmtuar dhe kanë bërë me shenjë lojtarët e tjerë që ai ka kërkuar zëvendësim. Ka konsumuar shumë energji Lauren Ismailaj në këtë ndeshje, shumë energjik, shumë luftarak, i shpejt me veprimet e tij dhe teknik mbi të gjitha. Por me sa duket Çalon ka marrë një shqetësim muskulor në kofshën e djathtë, çka ja pa mundson për të vazhduar lojën. Kështu do të jetë Ismailaj që i bën vend numrit 15 Sali Kumani. Bëhet zëvendësimi. Edhe 1 minutë e 40 sekonda nga fundi i kohës së rregullt. Do të ketë shumë minuta shtesë. Se më të shohim. Juri mjaft mirë brenda zonës, rrotullohet Juri, e mbet mundësinë e goditjes dhe pastrohet me njëherë zona nga lojtarët e Tomorit. Ramadani.
Jonathan nga e Majta provon të avancojt, futet drejt zonës, por blokohet me njerë. Juri hedh një top drejt zonës për Ribajn, e ullë për Auguston, por është më pas Kledis Hidaj që pastron gjithçka dhe dërgon mesin e fushës, thjesht rivënia anësore për flamurtarin. Jonathan e kthen pas tek Ramadani. Dos Santos, edhe një Ramadani. Dos Santos kombinon me styre, por pa vertikalizuar. Mungon vertikalizimi në lojtarët e flamurtarit. Juri godet, deviohet, jo thot kryesori, është thjesht rivënie fundore. Çfarë mundësi u mbet Juri? Pati një mundësi të mirë goditjeje, por i pasakt 6 minuta shtesë. Kërkon të gjithë skuadrën përpara trajneri Diego Longo. Ramadani sakt me kokë, provon të organizohet. Tomori në këtë kundërsulm, Lava Ala Detola ka topin, është i shpejt ai, provon të futet i vetëm, lëviz mjaft mirë. Kjo goditje nga distanca, nuk ka saktësi Arber Deliu me këtë tentativ, ndërkohë që A Detola ka marrë një goditje. Pedro! Stay inside, near Ribaj. For the cross, stay inside, don't go out. Qari provon të ngrej A Detolën. I cili merr këtë karton të verdh pikërisht për reagimin. Luan provon të nëzitojnë, tani më lojtarët e flamurtarit, topi gjatë i dhënë përpara, por pastrohet zona nga Kledis Hida. Edhe njerë, skuadra e flamurtarit me Qarin, rëshket ai, rrezikon jo pak. Ramadani pason për Dos Santos. Edhe njerë, Ramadani rrotullohet, kombinon me Dos Santos, blokohet mjaft mirë nga Arber Deliu. E topin flamurtari. Fejza ka këtë mundësi organizimit të kundërsulmit për Tomorin. Provon dalë përpara skuadra beratase. Pasimi pas për Fejza, nuk kuptohen me styre lojtarët e Tomorit, do mbasin atë mundësi sulmi, por jo topin. Mjaft mirë Ervis Qacho. Luan mirë tani më. Topi gjatë përpara. Ramadani e ndërpret atë në momentin e parë të kundërsulm të Sali Kumanit. Luft me styre, A Detola provon të përfitoj, Lejt Diliçaj merr topin dhe nis përpara Dos Santos. Topi gjatë në kërkim të Jonathan, por është thjesht në zonën e portierit Clement Boje, i cili merr me shumë qetësi, ndërkohë që Ylber Muça bëhet gati për të futur në skuadrën e Tomorit. Janë konsumuar 3 minutat e para të shtesës, nga 6 në total. Topi gjatë e ul mjaft mirë Sergio Emini, i vjen edhe Dushkaj. Topi është për të, Jurgen Dushkaj brenda zonës, shkon në fundore, provon të kthej një top për Fejzajn, por Juri e shoqëron dhe jep këtë mundësi goditje nga këndi Tomorit. Ai që do dalë do të jetë numri 11 pikërisht Laval A Detola. Do t'jenë 3 lojtarë, vetëm 3 lojtarë brenda zonës së flamurtarit nga Tomori. Është Sergio Emini, Kledis Hida, autori golit, dhe Jurgen Dushkaj, ndërkohë që
Arber Deliu shkon në këndore për ta kryer, Prantia dhe Dushkaj e luajnë shkurt topin. 5 lojtarë të tjerë janë në pritje, në mprapa vi. Në mbastin topin lojtarët e Tomorit, Niset Beqa. Pason për Liçajn, mjaft mirë Liçaj, me shumë eksperiencë. Hida provon të ndërpres. Ka dhe një nervozizëm mes të dyve. Hida është ai që ka marrë kartonin e verdh. Rabadani edhe një top drejt zonës, mbetet aty topi në duart e Boje, i cili provon të nisë me njerë në sulm skuadrën e tij. Sergio Emini ka marrë të pasim, por i zënë në pozicion jashtëloje e vonoi Arber Deliu. Atë pasim të gjithë drejt zonës së Tomorit. Kronometrohet minuta e fundit e shtesës, po bën gjithçka për të marrë pak të një pik. Skuadra vlonjate largohet ai top. Beqa ka shqetësimin e Eminit, por Beqa e kthen pas tek Klajdi Kuka. Edhe një top drejt zonës, largohet fillimisht Juri, provon të mbajë aty skuadrën. Jonathan nuk ka hapësirë. Jonathan Dushkaj shqetëson Juri. Tenton ai krosimin i fort për Ribaj në shtyllën e dytë, e kthen drejt zonës, largohet me kokë dhe më pas ka faul të shkaktuar nga Pedro Augusto. Merr fryn Tomori, ka një lojtar që ka marrë goditje në kokë, nëse duket është Klevis Shaqe, qendër mbrojtësi i përplasur në kokë me Pedro Auguston. Ky është momenti. Janë konsumuar edhe 6 minutat e shtesës. Të shohim nëse do të ketë të tjera sekonda shtesë. Vjen këtu vërshëllima finale, triumfon Tomori në stadiumin e Flamurtarit. 0-1 vendosa i gol i shënuar me kokë nga Kledis Hida. Një 3 pikësh i artë për skuadrën beratase, për objektivat e saj për të qëndruar sa më lart në pjesën e renditjes.